kështu të shkojnë në favor tonë, na dim pse. Se ti realisht këta pe buen si një krim ku realisht këta asnjë nuk jon ka ta kuptojnë gjendjen ty. Vlla, a je ka kupton? Edhe ja thash edhe Ludos, pse je ka mamon anën mu edhe je ka lënë Klodit fajin për diçka që nuk ka pasur. Se ty të shemë të brisht. Po, jo, sepse unë foli ma shumë edhe shprehna ma lehtë. Jo, të shemë të brisht. Ku bre Elion që ai të s'ka? Ka është e brisht. Jo, unë i thash se ai s'ka ta kupton situatën. Më vulnerabël, më e vogël, prekesh më shpejt, ai është më i fortë. Po, siç po thot ti. Një sekund, Ludo e percepton, për me mbritë te, po të sulmojnë ty për me mbritë unë. Bravo, sepse në treshen tuaj, Ludo mendon që Londrimi dhe Klodi janë më të fortë se Eliona. Jo për loj, në karakter, në menaxhim situate, në reagim, në emocione. Kurse Eliona është më vulnerabël dhe prandaj sulmojnë pikërisht Eliona. Dhe me atë rast, me një gur vrasin dy zogj. Një tash ka herë mushit ma vonë me. Me një gur vrasin dy zogj. Ti punë gjithmonë i kam thënë kësaj. Tani, Mos e fal. Ore, Ludo po bën një gjë shumë të drejtë. Në fundit se po